Festohet sot 69 vjetori i çlirimit të vendit, festë e cila vjen një ditë pas 101 vjetorit të pavarësisë. Në ndërim të rëndëve në luftën për çlirimin e Adheut tek varrezat e dëshmorëve kanë zhvilluar omazhe krerët më të lartë të politikës, që nga presidenti i Republikës, kryetari i Kuvendit, kryeministri dhe nuk ka munguar prania shoqatës së veteranëve të luftës nacional çlirimtare. Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, ishte i pari që vendosi kurorën me lule tek monumenti në Shqipëri, në nderim të dëshmorëve të Adheut, njëri i cili është ndjekur më pas edhe nga kryetari i Kuvendit Ilir Meta e kryeministri Edi Rama, ministra e deputet, të cilët kanë zhvilluar omazhe tek varrezat e dëshmorëve. Krerët më të lartë të shtetit përkujtuan 29 nëntorin, ashtu siç ka ndodhur vitet e fundit me omazhe në varrezat e dëshmorëve të Adheut, po kështu sot organizohen edhe aktivitete kushtuar natës së bardhë, një festë e cila do fillojë në orët e para të pasdites për të mbyllur në orët e para të mëngjesit.